Ne i duam gjërat që bëjmë si familje, të cilat krijojnë kujtimet tona. Shpresoj që edhe ju t'i bëni këto gjëra gjithashtu, duhet punoni shumë për këtë. Tek Isaku dhe Jakobi dhe Jozefi ne kujtohemi se Perëndia pret që ne të jetojmë me besim, deri në fund të jetës sonë. Nuk e di për ju, por kjo është mënyra si unë dua të jetoj. Unë dua të jetoj me besim, tani. Unë dua të vazhdoj të jetoj me besim në të ardhmen, dua të jetoj me besim deri në fund të jetës. Unë dua që me besim të jetoj, me besim të vdes, me besim të pres me padurim atë që Perëndia ka për jetën time dhe për jetën e fëmijëve të mi dhe të nipërve të mi. Toka e premtuar për ne është ende përpara. Isaku, Jakobi dhe Jozefi na tregojnë se si të arrijmë atje dhe se si të veprojmë gjatë rrugës. Ne nuk flasim kurrë për ndonjë nga këto gjëra, kurrë nuk i diskutojmë këto në shtëpi. Dhe s'po përpiqem të dukemi buta apo i trishtuar. Mendoj për ata njerëz që janë krishterë. Ne e dim se është një situatë ku fitojnë të gjithë. Dhe disa nga ne kanë përcjell njerëzit e tyre të dashur. Brezin përpara nesh. Prindrit tanë nuk janë më. Dhe përsëri, Perëndia na ka dhënë kaq shumë për të jetuar sot. Duke jetuar për atë që jetojmë me besim, ne përgatisim jo vetëm jetën tonë për të ardhmen, por edhe jemi në procesin e përgatitjes së fëmijëve tanë dhe nipërve tanë gjithashtu.